Territori shqiptar për datën 9 gusht 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë orëve të pasdites në relievet malore mund të shfaqen vranësira të pakta kalimtare, por pareshje domethënëse. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja vijon me mot të nxehtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 18 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 39 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 11 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:43 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:48 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 23 deri në 39 gradë Celsius. Kukës, 20 deri në 35 gradë Celsius. Peshkopi, 19 deri në 33 gradë Celsius. Tiranë, 24 deri në 39 gradë. Durrës, 25 deri në 35 gradë Celsius. Kavaj, 25 deri në 35 gradë. Elbasan, 24 deri në 38 gradë Celsius. Berat, 24 deri në 39 gradë. Korçë, 18 deri në 30 gradë Celsius. Vlorë, 26 deri në 34 gradë. Gjirokastër, 20 deri në 32 gradë Celsius. Sarandë, 26 deri në 34 gradë Celsius.